Me një interes të lartë u rihap Kinema Republika, një rikthimi shumë pritur për qytetin e Shkodrës. Kinema Republika u rikthye zyrtarisht pas një rekonstruksioni të plotë, duke shënuar një hapje të shumë pritur dhe të shoqëruar me interes nga publiku. Premiera e parë ishte dëshmi e lidhjes së fortë që Shkodra ka me kineman dhe ekranin e madh. Më në fund, Kinema Republika sot është e hapur për të gjithë qytetarët e Shkodrës. Ne fillojmë me premierat botërore që jepen në gjithë Europën, në gjithë botën. Kemi Avatarin sot, kemi Zootopia, kemi Housemaid, SpongeBobin. Të gjitha premierat e reja që dalin në botë do jenë dhe në Kinema Republika. Mbas një rekonstruksioni shumë dinjitoz të godinës dhe një rikthimi në identitet të këtij institucioni që gjithë shkodranët janë krenuar me të, ne sot jemi njësoj si çdo qytet evropian. Sonte është hapja e Kinema Republikës, mirë se vini në kinema në Xhevahirin që i kishte munguar qytetit tonë të Shkodrës. Sot po shohim edhe njerëz të cilët po e frekuentojnë, interesi është shumë i madh, kjo jo vetëm për shkak të investimeve bashkëkohore që kemi bërë në institucionin tonë, por edhe nga dëshira madhe për artin, kulturën dhe sidomos për kinematografinë. Rikthimi Kinema Republika shënon jo vetëm rifillimin e filmave në ekranin e madh, por dhe ringjall një tradite kulturore.